Godinat e braktisura të cilat janë pronë private apo godinat e rënuara prej vitesh janë kthyer në vend grumbullim për mbetje të shumta urbane apo edhe inerte. Momentalisht ndodhem në lagjën 10 Korriku, aty ku sipas qytetarëve dikur kanë qenë kontenierët, të cilët shërbenin për të grumbulluar mbeturina dhe më pas për pastrimin e tyre, ndërkohë që kontenierët të cilët nuk janë më detyrojnë banorët që t'i hedhin mbeturinat kudo. Pamja është e tillë. Mbeturina të shumta ndodhen në të dyja anët e dy godinave të rënuara dhe të braktisura. Godinat e braktisura të shndruara në pika depozitimi të mbetjeve të ndryshme vijojnë të jenë një problem në disa zona të qytetit të Vlorës. Një situatë e tillë është e pranishme dhe në lagjen 10 Korriku, prej kohësh një godinë amortizuar është kthyer në një vend ku hidhen pa kriter mbetje urbane dhe inerte. Grumujt e mbeturinave janë shtuar vazhdimisht, duke krijuar jo vetëm një pamje të shëmtuar, por edhe një shqetësim serioz për banorët e zonës. Me temperaturat e larta të kësaj periudhe, mbetjet kanë nisur të dekompozohen duke përhapur erë të rëndë dhe duke u kthyer në një burim të mundshëm infeksioni. Brenda godinës mund të gjesh edhe mbetje të llojeve të ndryshme deri te shiringa dhe mjetet të ngjashme, të cilat dyshohet se janë përdorur dhe nga persona konsumues të lëndëve narkotike, çka rrit edhe më shumë rrezikun tek banorët e zonës. Vetë këta të fundit shprehen se problematika vijon prej vitesh dhe situata është përkeqësuar për shkak të mungesës së kontrollit dhe pastrimit periodik të zonës. Një tjetër shqetësim mbetet mungesa e kontenierëve për depozitimin e mbetjeve. Jashtë kamerave banorët tregojnë se dikur në këtë zonë kishte kontenier, por ato janë larguar dhe nuk janë zvendësuar më. Sipas tyre, rikthimi do të ndihmonte në uljen e ndotis dhe do të shmangte hedhjen e mbetjeve në mënyrë të pakontrolluar. Banorët ndërkohë bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse të ndërhyjnë sa më parë pastrimin e kësaj zone, vendosjen e kontenierëve dhe marrjen e masave për të parandaluar rikthimin e një situatë e cila jo vetëm do të mjedisin, por përbën dhe rrezik për shëndetin dhe sigurinë e komunitetit.